Vllaznia e futsalës ka arritur një fitore të thellë në shifrat 9-2 në duelin ndaj Partizanit, ku çeblut reaguan pas humbjes së javës së shkuar me flamurtarin duke treguar cilësitë e tyre. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-4 në favor të vllaznisë, fal 2 golave të Tafilit, Djepagjis dhe Mesit, ndërkohë që në të dytën ku çeblut e thelluan akoma më shumë avantazhin, teksa shënuan edhe plot 5 gola të tjerë me anë të Bashajt me dopjet, Djepagjis dhe Mesit sërish dhe në fund Hyseni. Partizani shënoi edhe një gol tjetër, por që vlen vetëm për statistik, pasi e gjithë ndeshja mbyll me fitoren e thellë të vllaznisë me rezultatin 9-2. Për kapitenin Alsi Tafili, i cili është edhe në detyrën e trajnerit, kjo ndeshje ishte veçantë sepse shënoi 2 gola. Realisht sot djemt dhanën maksimumin edhe vlerësuan mjaft mirë ndeshjen, ku gjithë javën kemi punu nga ana psikologjike sepse ndeshja e parë nuk shkoi ashtu si ne menduam. Jemi disa muaj si ne po punojmë për këtë kampionat, kemi disa objektiva edhe shpresojmë të realizojmë, ama mas ndeshjes parë, ku atëherë ndeshja nuk shkoi dhe mjaft mirë, ekipi reagoi edhe kjo mu me ngroh mjaft. Them drejtën, jam i kënaqur sepse gjithkush nga lojtarët këtu edhe unë duhet japim, duhet ndihmojmë skuadrën, edhe nganjëherë duhet ta marrim edhe prej doret. Kur çdo lojtar ndihmon skuadrën, çdo lojtar motivon, shënon, edhe asiston, atëherë është për të mirën e skuadrës, edhe unë shpresoj se kam ndihmuar sot skuadrën. Me këtë fitore të thellë ndaj Partizanit në transfer, vllaznia lë pas humbjen e javës së parë në shtëpi me flamurtarin dhe tashmë ndeshjen e radhës do ta luajë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës kundër ekipit të forcave të armatosura.